Sezoni veror ka rritur ndjeshëm nevojën për vaditje në bujqësi, ndërsa ekspertët bëjnë me dije se procesi po kryhet në të gjithë territorin e qarkut Shkodër. Sipas tyre, furnizimi me ujë për tokat bujqësore po vijon normalisht duke ndihmuar fermerët të përballojnë temperaturat e larta dhe të ruajnë prodhimin. Edhe nga komunikimi që kemi, edhe nga vëzhdimi në terren, edhe nga njekja e proceseve të punës të ekstensionistat që janë në çdo njësi administrative, jo vetëm të qarkut Shkodër, por në gjitha qarqet, deri tani nuk ka pas probleme me vaditjen. Në të gjitha ato ku ekziston rrjeti vaditës, ka sasinë mjaftueshme ujit. Paralelisht, strukturat përgjegjëse po vijojnë punën në terren për hapjen dhe pastrimin e kanaleve vaditëse, me qëllim përmirësimin e shpërndarjes së ujit dhe shmangjen e bllokimeve gjatë periudhës më të nxehtë të vitit. Ndërhyrjet janë përqendruar kryesisht në zonat me intensitet më të lartë bujqësor. Të gjitha kanalet janë funksional, ku ekzistojnë këta kanalet. Ndjenin shumë ndërhyrje janë të u bë dhe vazhdojnë për u bë me pas akses shumë zona të cilat s'kan pas deri më sot akses për vaditje. Me temperatura që pritet të mbeten të larta dhe në vijim, menaxhimi i kujdesshëm i burimeve ujore mbetet një faktor kyç për garantimin e prodhimit bujqësor.